Tensionet transatlantike janë shfaqur sërish me Shteteve të Bashkuara dhe Mbretërisë së Bashkuar pas paralajmërimeve të presidentit amerikan Donald Trump ndaj qeverisë britanike për afrimin me Kinën. Gjatë një deklarate publike, Trump e cilësoi si shumë të rrezikshme përpjekjen e kryeministrit Keir Starmer për të përmirësuar marrëdhëniet me Pekinin, duke lënë të kuptojë se ky orientim mund të dëmtojë balanca strategjike mes aleatëve perëndimor. Mediat britanike interpretuan këtë qendrim si goditje të drejtpërdrejtë ndaj shefit të ekzekutivit në Londër, në një moment kur Starmer ndodhet në një vizitë historike në Kinë për të zgjeruar bashkëpunimin ekonomik dhe tregtar. Deklarata e Trump ka ngritur pikpyetje mbi të ardhmen e marrëdhënie speciale mes dy vendeve dhe mbi presionin që mund të bëhet Britanisë për të zgjedhur mes Washingtonit dhe Pekinit. Presidenti amerikan pati një paralajmërim të ngjashëm edhe për Kanadan, duke theksuar se afrimi me Kinën nuk është një zgjidhje për vendet perëndimore. Sipas tij, çdo lëvizje në këtë drejtim do të sillte pasoja serioze politike dhe ekonomike. Këto përplasje diplomatike vinë në një klimë më të gjerë mosmarrëveshjesh mes aleatëve pas debateve të fundit mbi pretendimet e Trumpit për kontrollin e Grenlandës dhe diskutimeve mbi kontributet e NATO-s në Afganistan. Nga ana tjetër, qeveria britanike reagoi menjëherë. Ministri i Tregtisë dhe kundërshtoi hapur presidentin amerikan duke deklaruar se Trump e ka gabim dhe se Britania po ndjek një politikë të qartë dhe të vetëdijshme në raport me Kinën. Zyrtarët britanik theksojnë se Pekini mbetet fuqi e madhe globale dhe se Londra po hyn në këtë marrëdhënie me sy të hapur, duke ruajtur interesat kombëtare. Vizita e Starmerit ka sjellë edhe rezultate konkrete, me styre një marrëveshje për udhëtimin pa viza, ulje tarifash për eksportet e whiskit britanik dhe një investim prej 10.9 miliard poundësh nga kompania farmaceutike AstraZeneca për ndërtimin e objekteve prodhuese në Kinë. Megjithatë, retorika e ashpër nga Washingtoni sinjalizon se balancimi mes interesave ekonomik dhe aleancave tradicionale do të mbetet një sfidë ndërlikuar për diplomacinë britanike.